Dashi. Gjatë kësaj dite do përjetoni emocione kontradiktore dhe shpesh nuk do dini as si të veproni. Ju të dashuruarit nuk do bëni asnjë ndryshim dhe do dëshironi që partneri të veprojë saktësisht ashtu siç tyni ju. Nëse jeni beqar, duhet ta lini veten të lirë dhe të përfitoni maksimalisht nga ftesat e propozimit që do ju bëhen. Në punë përqendrohuni te çështjet esenciale dhe ecni me më shumë besim tek vekja, sepse mund t'ia dini shumë mbar. Në planin financiar tregohuni të kujdesshëm me çdo hap, pasi çdo gabim i vogël mund të ketë pasojë të rënda për të ardhmen dhe nuk duhet ta injoroni këtë aspekt. Demi. Sot do jeni tepër të kujdesshëm, sepse disa persona mund të përpiqen t'ju provokojnë dhe t'ju shqetësojnë emocionet. Nëse jeni me një lidhje, do silleni me kujdes të shtuar dhe marrëdhënia në çift do jetë goxha e mirë. Surprizat nuk kanë për të munguar nga të dyja palët dhe do kaloni momente të këndshme së bashku. Ju beqarët do keni vetëm mundësi për aventura kalimtare pa afat, megjithatë emocionet do jenë shumë të forta. Në punë do keni interesa tuaja të veçanta, ndaj mos tregoni gjithçka që keni në plan, sepse kështu surprizoni të tjerëve. Buxhetin do e mbani gjatë gjithë kohës në kontroll dhe nuk do keni asnjë vështirësi. Binjakët. Saturni do ju ndihmojë të ruani kontrollin në çdo situatë dhe, për fat, të shmanni problemet. Për ju të dashuruarit, sot do mbizotërojë qetësia, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi. Do bëni çdo gjë që marrëdhënia në çift të forcohet akoma më shumë. Ju beqarët do keni një ditë të ekuilibruar, sepse do dini gjithkohë si të joshni dhe me shumë gjas do filloni një lidhje. Në punë nuk duhet t'i lini gjërat që të rrjedhin vetë, por duhet të përpiqeni më shumë. Kështu do përfitoni nga projekti i ri. Me shpenzimet do jeni gjithmonë të matur, kështu që situata financiare do qëndrojë nën kontroll dhe mund t'i kryeni shpenzimet e konsiderueshme pa frikë. Daforia. Mundohuni të shmangni sa më shumë divergjenca për gjëra të kota, sepse situata mund t'ju marrë për keq. Nëse jeni në një lidhje, bëni çmos që të qëndroni me partnerin për të biseduar sa më hapur. Vetëm kështu marrëdhënia mes jush do përmirësohet. Ju beqarët, përveç se do keni takime, mund të nisni edhe lidhje të qeta e të ekuilibruara me ndjenjat e duhura. Në punë, planetët do ju inkurajojnë të bëni përpjekje të mëdha për të shpallur fitimtar, mos u dorëzoni lehtë. Në planin financiar gjërat nuk do jenë shkëlqyeshëm, ndaj kujdesuni të ruani kursimin dhe të mos shpenzoni pabesisht, sepse në çdo moment situata mund të ketë luhatje. Luani. Gjatë kësaj dite do tregoheni shumë të arsyeshëm dhe do ndiheni të ndriçuar, sepse dielli do ua qartësojë mendjen në çdo çast. Për ju të dashuruarit, sot do jetë e bukur dhe e mbushur me momente të lumtura, sepse do bashkëpunoni pa pushim me partnerin. Ju beqarët nuk do keni dëshirë as pak të sakrifikoni lirinë tuaj dhe do refuzoni çdo ftesë, deri kur të gjeni dip vërtet të veçantë, më mirë të rini të lirë. Në punë do jeni shumë profesionist dhe asgjë nuk do ju dalë jashtë kontrollit, prandaj do dini si të hidhni hapat e duhura për të siguruar të nesërmen. Në planin financiar do ju jepen mundësi për t'ia mkathur situatën dhe madje të hiqni edhe kursime. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite do dini t'i shprehni pa droja ato që ndjeni dhe marrëdhëniet me të tjerët do përmirësohen dukshëm. Ju të dashuruarit do tregoheni jashtëzakonisht të përkujdesur ndaj partnerit dhe ai do vlerësojë çdo sakrificë tuaj. Buzëqeshja nuk do ju largohet asnjë moment nga fytyra, sepse do ndiheni të plotësuar. Ju beqarët do lodheni në kërkim të dashurisë, por në fund do gjeni partnerin ideal dhe do riktheni besimin tek vetja. Në punë konkurenca do jetë e fortë, megjithatë kjo nuk duhet t'ju pengojë të arrini ato që doni. Ecni me qetësi dhe vendosmëri, pasi çdo përpjekje do shpërblehet. Buxhetin do e mbani nën kontroll dhe do jeni të kujdesshëm ndaj shpenzimeve. Peshorja. Gjatë kësaj dite do e keni paksa të vështirë të gjeni ekuilibrin, por pasi ta gjeni gjithçka ka për të lulëzuar me tepër ngjyra. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e mbushur me surpriza të njëpasnjeshme. Zemra do ju ra aq fort sa shpesh do ndjeni sikur do ju shpërthej nga gëzimi. Ju beqarët do jeni goxha kaprikoz dhe nuk do arrini dot ta gjeni personin e përshtatshëm, sepse çdo takim shkakton dyshimet. Në punë do bëni përpjekjet tuaja për ta përmirësuar situatën, por jo çdo gjë do jetë në dorën tuaj. Mirë është të mos nxitoheni. Me shpenzimet duhet të jeni sa më vigjilent, në mënyrë që të mos hasni probleme edhe më vonë. Akrepi. Gjatë kësaj dite do doni të sfidoni të pamundurat dhe do jeni të pandalshëm në veprimet tuaja. Nëse keni një lidhje, duhet të mendojeni gjatë dhe të veproni sipas asaj që është më e mira për marrëdhënien tuaj. Këshillat e miqve mund t'ju ndihmojnë, por vendimet i merrni ju.
Ju beqarët do gjendeni përballë zgjedhjesh të vështira dhe nuk do dini se cilin hap të hidhni, pasi asgjë nuk duket e sigurt. Në punë, ngarkesa do jetë e madhe duke qenë se do mungojë një koleg, punën e tij do duhet ta kryeni ju, por kjo përpjekje do të çojë në shpërblime. Në planin financiar situata do ndryshojë si me shkop magjik, pasi do evidentohen zgjidhje të papritura. Shigjetari, do jeni shumë të ndërgjegjshëm për çdo gjë që keni bërë deri më sot dhe mbase mund të merrni edhe vendime të rëndësishme. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë mjaft entuziaste. Ndaj partnerin do ndiheni për mrekulli dhe do merrni disa vendime që ndikojnë fort në të ardhmen e përbashkët. Ju beqarët do hallakaten kot dhe nuk do arrini dot ta gjeni princin tuaj të kaltër, duke mbetur në pritje pasive. Në punë do ju ofrohen mundësi të shkëlqyera për të ecur përpara në karrierë, shfrytëzojeni maksimalisht këtë raste. Në planin financiar do keni vështirësi të njëpasnjëshme dhe me zor do I kryeni edhe shpenzimet më të nevojshme, prandaj tregohuni të matur. Britsjapi. Edhe pse jo gjithmonë do I keni reflektimet më të mira, në përgjithësi dita e sotme nuk do jetë e keqe. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë shumë e trazuar, do jeni kokfort dhe nuk do merreni vesh për asgjë me partnerin, pasi të dy do ndiheni të palogjikshëm. Ju beqarët do bëni përpjekje gjatë gjithë ditës për të gjetur dashurinë, por vetëm në mbrëmje do ju jepen mundësi të mira. Në punë, marrëdhënia me disa e prorë nuk do jetë e kënaqshme dhe kjo do ju vendos në presion. Sa më tepër të diskutoni, aq më tepër do dobësoheni. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë, prandaj kujdesuni me çdo hap dhe mos lejoni gabime. Ujori. Gjatë kësaj dite do jetë shumë e rëndësishme të keni pranë miq të vërtetë dhe të shmanni armiqësi të panevojshme. Për të mbrojtur veten dhe ata që doni mund të bëni sakrifica të vogla, por të rëndësishme. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin do jetë e shkëlqyer dhe emocionet do shtohen orë pas ore. Asgjë e keqe nuk do ndodh mes jush. Ju beqarët nuk do keni një ditë të qëndrueshme, sepse do jeni tepër të zënë e nuk do keni kohë të mendoni për dashurinë. Në punë do vini në provë aftësitë tuaja dhe do habiteni edhe vetë, shumë gjëra pozitive do dalin për ju. Në planin financiar nuk do ketë asnjë tronditje të rrezikshme, përkundrazi gjendja do qëndrojë e qëndrueshme dhe mund të shpenzoni me maturi. Peshqit. Asgjë dhe askush nuk do mund të destabilizojë sot jetën tuaj. Do jeni të zotët e vetes dhe do veproni me siguri. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia me partnerin do jetë thimase e bekat. Në çdo moment do ndiheni mirë dhe qëndrueshmëria do mbizotërojë. Nëse jeni beqar, do keni një takim të veçantë, I cili shumë më shpejt se sa e prisni do shndërrohet në diçka më tepër dhe mund të nisë një histori dashurie e vërtetë. Në punë do jeni paksa të ngadalë në fillim, por më pas nuk do ndaleni derisa të arrini majet. Do habiteni me rezultatet. Buxheti do ekuilibrohet më shpejt se sa mendonit, fal një shpërblimi të majnë që do merrni.